Për zotin po mos ishe ti nuk e di çfarë do bëja. Për zotin, je yll, je Je shpirt. kolegën e preferuar. Po disa mirë që jetë për zotin, e disa motivim je. Po qa bëjnë kot si kur s'pëlqen, plaqe, pluqe aty. Po ja tregoj jo këto filma, se qa jemi në tjerë, nuk marrë vesh nga jeta. O, Greta, po ti qa mendimi ke për ëndrrën, për shembull, si duket, që qa Se qoni? të pëlqen të? Jo, unë kam thjesht shok. Qa mund të them për Benadën, kemi diçka shumë bukur bashkë, po lind një ndjenjë, një emocion. Unë ka shumë qejf, edhe unë e kam shumë qejf. Andron, është si vllai im i vogël në për këdhelat. Kur kemi qenë jashtë, më shkruajnë një 2-3 mesazhe, një 2-3 puthje, kemi thënë një 2-3 herë, gjëra të vogla. Po thash nga të smoja që duke që e ke vetëm si shok, Po, ë? pra. Se edhe vetë shumë gotë se mirë, kështu unë kam shumë qef. Edhe unë ty, për zotin. Për zotin unë vdes për të. Dhe nada, shumë falco. Jo vllai, jo motra, shuflim gjithë me vëllezërit e motrat. Greta mendon se unë këtë kuptoj, që jam kajnat, po unë e di shumë mirë dhe unë luaj këtë lojën që gjasme hajde zemra shpirti rrushi, po asaj dallohet që më fytyrë, ndërsa mua nuk më dallohet fare që e kam inat. Tak nuk e kam inat, ajo më ka inat, nuk gjithsesi ajo është thjesht xheloze. Greta, që bone? Si e? A do ma tregosh pak atë raportin që kisha që parë? Më vonë. Po të bezdis, a? Po. Okej, flasim pastaj. Kur? Edhe ai pastaj si rrodhe gjithë kohë, vjen pyet ngacmon, ashtu si kupton këto filmat. Greta shumë xheloze. Unë e di që ajo vdes për mua, se ka ca qëllime, ca tendenca, sa herë i flas, e dalloj më që në të folur që vdes marron për mua. Po ndoshta janë edhe thjesht emocione, momentit, e kupton. Nuk e di.